Si ka ndryshuar Shqipëria nga aspekti ekonomik? Dikur, këto e kam dhe eksperiencë personale, kur kam përfaqësuar Shqipërinë në 2 aktivitetet të Komitetit Evropian, në fakt, më ka shumë çudi ku një belge më ka thënë ku është Shqipëria. Ndërkohë që ne dim shumë mirë që në Belgjik ka shumë emigrantë shqiptar që patjetër kanë bërë emër të mirë, por ndoshta dhe emër jo të mirë, por çështja është që Shqipëria njihet. Më tha, mos ndoshta është Shqipëria i vendi që është në kufi me Kosovën? Pra në 2016-ën Shqipëria shikoi me sy tjerë nga ndërkombëtarët. Ndërkohë që sot janë ndërkombëtarët ato që vinë në Shqipëri për të bërë biznes, vinë në Shqipëri për të blerë pasuri, vinë në Shqipëri për të bërë pushime, apo ndoshta kërkojnë shqiptar për të punësuar, ndoshta në distancë apo dhe në kompanitë të tyre prestigjioze. Pra, tregon që imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar si imazh. Në aspektin ekonomik, patjetër që ka bërë përparime, përsërinë shqiptarët nuk jemi të pasur, por që turizmi, industria e ndërtimit të zhvilluar, pra janë disa sektorë që po zhvillohen dhe kjo është një anë e mirë, pra për të mos a parë situatën vetëm gri, unë them që nuk është gri. Pra nga e zeza kemi kaluar te gria, tani besoj se jemi duke u zbardhur dhe mendoj që shumë shpejt fal talenteve dhe burimeve njerëzore që ka Shqipëria dhe të rinjve që kanë për shkak të shumë iniciative që ato kanë apo startupeve, ne shohim të rinj që ky imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar jo si pasojë e politikë bërjes, absolutisht nuk jam dakord. Imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar për shkak të rinjve, të cilët janë punëtor, kreativ dhe kanë talent. Sepse kudo ku ka shqiptarë nëpër botë kanë treguar në përgjithësi që bëjnë gjëra të mëdha.